Kjo e mërkur e 14 janarit që në ditën e 18 nisjes protestave në Iran dhe ditën e 7 që ky vend është përfshirë nga një blackout masiv pas vendimit të qeverisë për të ndaluar aksesin në internet, por gjithashtu edhe valët telefonike në mënyrë që demonstruesit të mund të mos organizoheshin në më shumë se 190 qytete për të vjuar protestat e tyre sa i përket pakënaqësive ekonomike që në duke ishin aktori kryesor që shtyn këta protestues të dilnin në rrugët e qyteteve të tyre, por tashmë arsyet janë përshkallëzuar dhe janë të shumta me mbështetjen amerikane, synohet rrëzimi i një regjimi që prej vitit 1979 në Teheran, por edhe në qytete të ndryshme iraniane. Ka lëvizje të rëndësishme ushtarake nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi për disa ditë me radhë Iranin se do të përballej me fuqinë e Washingtonit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar zyrtarisht reduktimin e trupave të tyre ushtarak në bazën më të madhe të tyre në lindjen e mesme, bëhet fjalë pikërisht për bazën e vendosur në Doha të Katarit, është Al Udeid Air Base në Katar, e cila është baza më e madhe e trupave amerikanë në rajon, ban 10.000 trupa, e shtrirë një sipërfaqe prej 24 hektarësh, ishte baza e cila u sulmua nga Irani për gjatë këtij vitit që lan pas, për shkak se Shtetet e Bashkuara u përfshin në konflikt të drejtë për drejtë, le të themi, me Teheranin kur bombarduan objektet e tij bërthamore. Teherani zyrtar ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se në rast të një sulmi pikërisht ndaj territorit të tyre do të kenë një kundërpërgjigje ndaj kësaj baze, dhe kjo lëvizje e Washingtonit shihet si një lëvizje për të minimizuar dëmet që mund të ndodhin nga një përshkallëzim i konfliktit me Iranin. Megjithatë, BBC ka raportuar se nuk flitet për evakuime të mëdha, njësoj si në rastin kur Shtetet e Bashkuara po përgatiteshin për një sulm nga Teherani pasi bombarduan objektet e tyre bërthamore. Ndërkohë, media britanike ka raportuar se ka lëvizje edhe të disa trupave ushtarak nga Mbretëria e Bashkuar pikërisht nga kjo bazë kaq e rëndësishme. Ndërkohë, lajmet dhe zhvillimet e fundit flasin për disa lëvizje ushtarake të rëndësishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 6 avion me kapacitet për të furnizuar me karburant në ajër apo të njohur ndryshe si avionët tanker janë parë në lëvizje pikërisht nga kjo bazë, ndërkohë që një nëndetse e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një anije luftarake e cila mund të kryejë goditjen e raketave Tomahawk ndodhet pikërisht pranë brigjeve të lindjes së mesme.